Ka qenë ora 8 e mëngjesit kur Musa Bajri po çonte lopët në kullos si zakonisht së bashku me disa persona tjerë, kur nga kontakti me kabullin e energjisë elektrike të njërës nga lopët e tij, kjo fundit ka mbetur e ngordhur në vend. Kjo nuk është hera e parë që kabulli shkëputet dhe shkakton probleme për zonën, por dhe rrezikon jetën e banorëve. Si që shikonin mjes, nga ora 8 i qarek, me lopë, për shkojmë të tokët, telin nuk e pam fare, lopa e parë që shkoj, metin tela. Tirat pasaj u shlun, por edhe ishin dhe disa kalimtarë, tu që deshin me një muj qik, edhe më shtuve me këtë lopë, edhe nuk patë me në, po dami është i madhë për atë person, nuk është hera parë që në këtë zonë ka i ta probleme. Ka disa herë në ka ndohë, telat për tokë, jena në ku, edhe sot qërë në ta të ose shes që ashtë, nuk kena gjanë dorë në thëjnë. E parët në i marin për drita. Risku mas me metën të apëm një mune njerëzit edhe i pështunin ata tjera se qenë të metë tana. Pëm një mune njerëzit edhe i largun ata tjerat. Sa është dami që është bëme? Dami është 2 milion dhe këse ka kanë 5 mujsh e bardhë. Nuk është hera parë si këputet teli këtu dhe i herë tjetër a këpute i kanë hedhë ma i murit aty. I kanë nënë të hedhën ma i murit. Ju tjera të ardhuna përveç se me lopë? Jo, vetëm një pension, që kam 140.000 lek pension. Sa herë më ka rënë kabulli i energjisë elektrike tek dera e shtëpisë, duke rrezikuar jetën e gjithë familjes, shprehet një banore e zonës. S'ka 2 muaj se këput, ma shesi i kanë lidhë, tani lidhin kështu, puten i lidhin i fje ikun, puten i lidhin i fje, shesi janë tanë të lidhun, me tel tjetër. Kërë 2 muajve na bin. Mungesa investime dhe rreziku që i kanoset këtyre banorëve si shkak i rrjetit të amortizuar dhe jashtë gjitha standardeve, dëmi i shkaktuar nga kontakti i lopës me energjinë elektrike është rreth 2 milion lekë të vjetra. Kjo shkëputje e kabullit të energjisë elektrike shkakton edhe humbjen e një lope sot, por nëse nuk sistemohet i gjithë rrjeti, atëherë pasojat mund të jenë më tragjike, duke marrë edhe jetë njerëzish.